Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderojmë Allahun të madhin Zot, mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë me dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë të na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. O Zot, na bëj dobi me atë që na mëson, e na mëso atë që na bën dobi, e na shto o Zot diturinë. Amin. Allahu në lutë që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne, jo kundra nesh, dëshmi për ne, jo kundra nesh, argument për ne ditën kur takojmë Zotin. Amin. Atëherë po fillojmë me pyetjet, cilat i kemi të ardhura. Ndërkohë që nëse vëllezërit kanë pyetje direkte, mund t'i bëjnë, ose motrat mund t'i bëjnë, nuk ka asnjë lloj problemi. Direkt të shkruara, nuk ka asnjë lloj problemi. Duke qenë se ju hosh keni dalë me një fetva që lejohet me mbyt qend e ndacak, ku është argumenti për këtë gjë? E para gjë, unë nuk kam dalë një fetva të tillë, është mashtrim dhe manipulim. Është bërë një pyetje specifike për një rast specifik në një zonë specifike, në një vend ku qend e tërbuar dhe ndacak dëmtojnë njerëzit dhe nuk ka kush i del ose kush i jep zgjidhje këtij problemi, dhe normalisht ne ju themi këtyre që janë shqetësuar kaq shumë për qend. Përpara se të shqetësoheni për qend, duhet të shqetësoheni për njerëzit, për jetët e fëmijëve, për jetët e njerëzve të moshuar, për jetët e pleqjve, të plakave. Dhe është e turpshme, shumë e turpshme që të kputet fjala e një hoxha apo një imami dhe të nxirret nga konteksti. Pra, mos nxirret pyetja apo nxirret vetëm një pjesë e përgjigjes. Unë jam i atij mendimi që kam dhënë dhe nuk tërhiqem. Jeta e njerëzit është e shenjtë dhe çdo gjë që dëmton shenjtërinë e jetës së njerëzit duhet marrë ajo zgjidhje dhe jo jeta e njerëzit. Sepse feja e Zotit na mëson që krijesa më e bukur dhe më e mirë dhe krijesa më e nderuar dhe më e vlerësuar e Zotit në këtë botë është njeriu. Për këtë arsye, çdo gjë që rrezikon jetën e njerëzit i jepet përparësi jetës së njerëzit. Kështu që këta që na bëjnë si merakli për kafshët, të kenë turp, sepse duhet të kenë merak jetët e fëmijëve në radhë të parë. Jeta e një fëmie është më e vlefshme se jeta e gjithë qenve të atij qyteti. Dhe jeta e një njeriu është më e vlefshme se jeta e gjithë qenve të atij qyteti. Dhe jeta e një plaku të moshuar, pensionist apo pensioniste, është më e vlefshme se sa jeta e të gjithë qenëve të atij qyteti. Për këtë arsye, në momentin e parë, për këtë arsye dhe unë kam kushtëzuar, kam thënë në momentin që s'ka zgjidhje, nëse këta zotrinjt apo zonjat e qenëve ju ka ardhur kaq keq, të merren me qenë, të japin zgjidhje. Pyesin privat hoxh për këtë qytet bëhet fjalë, se ne marrim përsipër të merremi me qenë të atij qyteti. Zoti i shpërbleft. Ndërsa këto pasthirmat që ngrihen janë pasthirma aktrimi dhe shumë të ulta në momentin më të parë që tentojnë të prekin apo të, si më thënë, tagojnë në rrjetet sociale emrin një imami apo të një hoxhe kështu me radhë. Megjithatë, ne jemi mësuar me këtë lloj kategorie njerëzish dhe me këtë lloj kategorie rrjetesh sociale, të cilat trumpetojnë sa herë që duan të largojnë vëmendjen e njerëzve nga çështjet të mëdha dhe problematika që ka kjo shoqëri, tani çohet dikush edhe
ka ngel hatri për qend e tërbuar që dëmtojnë jetët e njerëzve. Normalisht që e thash, jeta e njeriut është e shtrenjtë, është e shenjtë dhe është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, madje ka hadith profetik për qend e tërbuar. Ka hadith profetik për qend e tërbuar. Kështu që Zoti u aletsoft këtyre hallin që kanë dhe unë do të lutesha dhe do t'ju kërkoja që të merren pak me listat e fëmijëve të sulmuar dhe dëmtuar nga sulmet e këtyre qenve dhe t'ju ofrojnë shërbimin e duhur, shëndetësor, listat e njerëzve dëmtuar prej plegjve, prej plagave e kështu me radhë. E mos na shesin neve dhimbshuri. Një njeri që nuk ka dhimbshuri për njeriun, çdo lloj dhimbshurie tjetër që domethënë rrezikon jetën e njeriut është dhimbshuri e shtirur dhe hipokrite. Dhe ne kemi bërë mend që me këtë lloj kategorie mos të merremi, po thjesht ishte një serim për pyetsin, thjesht për t'i treguar që është manipuluar, është kputur dhe është nxjerr fjala ime nga konteksti dhe kjo gjë është e turpshme si gjithmonë. E njëjta tematik me afërsisht me këtë pyetje është si ka mundësi që sipas Islamit në botë, në rastin e Kurban Bayramit, do të therren kaq kafsh. Do të thoni pasazën meraku me kafshët. Pra nuk është problemi i këtyre njerëzve njeriu dhe shëndeti i njeriut dhe të varfrit që s'kan çfarë të hajnë dhe ju jepet një pjesë e kurbanit. Ndërkohë që bota sot ka brende botërore që therin me mira, qindra mira dhe miliona kafshë në ditë dhe këtyre zotërinjve nuk i bën përshtypje, po ka ngel problemi vetëm tek Kurban Bayrami, aty që e ka gjithë problemi. Kështu që ne ju themi atyre, siç thot Zoti në Kur'an, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Thuaj, jeta ime, vdekja ime, kurbani im, falja ime janë kushtuar Zotit. Fasalli li rabbika wanhar, falu për Zotin tënd dhe vetëm në emrin e tij bëj kurban. Dhe i madhi Zotë Allahu Xhelalu ka ligjëruar therrjen e kurbanit për hir të tij dhe dita e Kurban Bayramit është dita më e mirë e Zotit në tokë. Dhe një nga arsyet që dita e Kurban Bayramit është dita më e mirë e Zotit në tokë është për shkak të kurbaneve që therren. Nuk është problemi se po therren kafshët, sa është urtësia se ky mish që therret do të shkojë tek të varfrit. Ky mish që therret do të shkojë tek varfrit. Për këtë arsye në Islam kurbani ndahet në sa pjesë? Në 3 pjesë. Një pjesë e man ai që e ka therr, një pjesë e jep sadaka dhe një pjesë e jep dhuratë. Ku është dallimi mes sadakas dhe dhuratës? Se sadakaja shkon tek muslimanët, ndërsa dhurata mund të shkojë edhe tek jo muslimanët. Për këtë arsye është ndarje interesante dhe e bukur dhe e urtë. Kështu që dita më e mirë e Zotit dhe një nga ditët më të bukura të Zotit është dita e Kurban Bayramit, sepse njerëz në botë që nuk u bie shansi dhe mundësia për të provuar mish vetëm se Kurban Bayram, ju jepet kjo mundësi. Ti mos shif rastin ton për shembull, ose rastin e qyteteve të cilat kanë arrit një nivel e nuk na bën përshtypje shumë me hëngër mish. Ndërkohë që ka njerëz që ndoshta vetëm për Kurban Bayram hajnë mish. Dhe ka njerëz që neve na vijnë mesazhe që ndoshta kanë 2-3 vjet që s'kan hëngër ndonjëherë mish. Kështu që është parë kjo gjë. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin tanalu taqwa minkum. Nuk shkon tek Zoti as gjaku as mishi, po shkon devotshmëria juaj. Gjaku dhe mishi ku shkon? Tek të varfrit, tek ai që ushqehet e kështu me radhë. Për këtë arsye, domethënë është për adhurimeve interesante dhe të bukura dhe për adhurimeve më specifike që ju kushtohen Zotit.
për adhurimeve më specifike. Për këtë arsye ai njeriu që therr kurban për dikë tjetër, jo për Allahun, çfarë gjykimi ka? Del prej feje. Nëse e therr në emër dikujt tjetër, jo në emër të Allahut, del prej feje. Nëse e therr nëpër male, nëpër kodra, nëpër fusha, nëpër shpella, nëpër male, nëpër pemë, se është vend i mirë, se është vend i mbar, se këtu është një tyrbe apo një teqe apo një xhami e rënuar prej kohësh dhe po ta therrësh aty tecën mbar etj, cili është gjykimi? Del nga feja. Sepse kurbani duhet të jetë vetëm për Allahun, vetëm se në emër të Zotit. Kështu që ju themi këtyre njerëzve që e kanë kaq hall këtë punë, kemi një festë të madhe në Islam që quhet Kurban Bajrami, festa e kurbanit. Kështu që Zoti ju lehtësoft juve, edhe mos bëni kaq të devotshëm, sepse vjen era hipokrizi. Po të ishit sinqert, do të bëshin namin për ato brende botërore të cilat therin me miliona kafsh çdo ditë, apo me qindra mijëra kafsh çdo ditë, edhe juve nuk u ndjehet zëri. Po kjo tregon se ju nuk e keni problemin pse o therrën kaq shumë kurbane në botë, po ju e keni problemin me Islamin. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Qul mutu bi ghaidhikum, inna Allaha alimun bi dhati sudur." Thuaj, le t'ju mys mlefi që keni ndaj Islamit dhe besimit. Zoti e din se çfarë ju fshihni në zemrat tuaja. Është një pyetje që mund kem tani këtu, si kjo pyetje afërsisht 18 pyetje. Kështu që po e lexoj një pyetje që ka të njëjtën problematikë. Bëhet fjalë për besimtarët musliman të vendeve evropiane, të cilave jacia ju vonohet aq shumë dhe sabahu ju afrohet aq shumë dhe pritja e jacis ju shkakton problem, e kështu me radhë. Cili është gjykimi për këto çështje? Gjykimi për kohën e namazit në vendet ku zgjatet nata apo dita është si më poshtë vijon. Përderisa ekzistojnë 5 kohët e namazit, muslimanët e atij vendi duhet i përmbajnë 5 kohëve të namazit. E nëse humbet njëra prej kohëve të namazit për shkak të zgjatjes së ditës apo të natës, atëherë muslimanët e atij vendi obligohen që të ecin me kalendarin e vendit më të afërt që e ka 5 kohëshin e rregullt. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë, ecin me ditën e fundit që kanë pas kohët e rregullta. Pra kur e kanë pas ditën e fundit që i kanë pas kohët e rregullta, për shembull dhe themi data 13 prill, derisa të vi data 28 shtator, që fillojnë prapë 5 vaktet e rregullta, këta ecin me kalendarin e 13 prillit. Ky është një mendim, dhe mendimi tjetër që e përmendëm pak më herët është ecin me kalendarin e 5 vakteve të vendit më të afërt me qytetin e tyre. Mendimi i tretë, ecin me kalendarin e Mekës. Po ky është mendimi i dobët. Këto dy të parët janë mendime të forta. Po mirë, nëse i kanë 5 vaktet e rregullta, po zgjatet kështu siç thotë këtu. Për shembull, akşami shkon 11, jacia shkon 1, sabahu shkon 3. Që pra që i bie që akşami të jetë shumë vonë dhe jacia të jetë shumë vonë. Ose për shembull, në 10 akşami, në 12 jacia. Mirë, po njerëzit kanë punë, nesër në 5 duhet dalin nga shtëpia për punë etj. Si bëhet në raste të tilla? Muslimanët e Brukselit, muslimanët e disa vendeve në Evropë kanë gjetë këtë zgjidhje. Çfarë bëjnë? I bashkojnë akşamin me jacin. Si gjithë verën. Argumenti, në Islam njihet bashkimi i namazeve për arsye të kujt? Të shiut, erës, ftohtit etj. Përderisa Islami ka dhënë shembull që lejohet i bashkosh kur është shi, imami vjen për akşam, tura shi e bashkon akşamin me çfarë? Me jacin. Pse? Që njerëzit ju lehtësohet puna. Është erë e madhe për shembull. Imami i bashkon, është ftohtë i madh, imami i bashkon, po bie bor, imami i bashkon. Pra ka disa vende në Evropë që ecin me këtë mendim. Kemi një opsion tjetër, po në Evropë, që e falin jacin gjithmonë 1 orë gjysmë mbas akşamit. Pra,
për këtë arsye përgjigja, pyetja këtu është për Norvegjin, ka një pyetje tjetër për Finlandën, ka një pyetje tjetër për Suedin lart. Në të gjitha këto raste, përgjigja ime është: shihni çfarë zgjidhje ka dhënë xhamia ose një nga xhamit, ose qendra islame ku ju jetoni. Qoftë edhe nëse një e vetme thot i bashkojmë, bashkojeni dhe ju. Qoftë edhe një e vetme thot i bashkojmë, bashkojeni dhe ju, edhe ecni me lehtësimin, ecni me lehtësimin duke u mbështet në atë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka orientuar, po edhe gjëja tjetër që është vështirësia. Përse i lejohet të smurit të bashkojë namazet, ndërkohë që ai smur është rri aty ku është? I lejohet të smurit të bashkojë namazet sepse është i smur. Dhe falja e namazit në kohën e vet atë e shqetëson. Atëherë duke u nis nga gjitha këto argumenta dhe fjala e Zotit: "Wa ma ja'ala aleikum fi d-dini min haraj." Zoti nuk e solli këtë fe për t'ju rënduar juve. Dhe fjala e Zotit: "La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha." Zoti nuk e kërkon njeriu tej dhe jashtë mundësive të tij. Pra, për ta përmbyllur, duke qenë se kjo pyetje është 18 herë bërë nga vendet ndryshme të Evropës, themi, nëse diku aty ku ju jetoni veprohet me një nga këto mendime, ose një gjys, i orë gjys, ose bashkohet akshami me yacin, ose kanë një zgjidhje tjetër që hoxhallarët e atij vendi kanë dhënë si opsion për dalë nga kjo vështirësi, ecni dhe mos e vrisni mendjen, stresi 0. Thot pyetja, vjera thot shumë po më xhelozon, pra ka zili, xhelozi, sepse thot ti flet shumë me nënën tënde, pra me nënën tënde ti flet shumë telefon, madje një herë thot më ka marrë celularin dhe më ka thyer. O Zot, çfarë mban kjo botë? Kupton ti çfarë bëhet apo jo? Në këtë rast duhet ndërhy çuni dhe duhet të japë zgjedhje këtij muhabeti. Dhe në këtë rast, nëse është kështu siç është bërë pyetja, nusja nuk ka asnjë lloj faj, as i pik faj nuk ka. Nëse kjo vjerë duhet çunë në spital, duhet i bëjnë ca injeksione të qetësimit të trurit të mesëm, edhe të bire atë, sepse kjo është problem shumë i madh. Përse duhet vuj një nuse nga një vjerë e cila thot pse flet shumë me rob të tuaj? Po ta është çuni, ka drejt, e drejt e sakt, po çuni duhet i kërkojë llogaria saj, jo vjera. Kjo është një anë, ana tjetër, po edhe ti më motra ime, po pse flet më syt vjerës për shembull? Dil ma ton, futu ke dhoma knaqu. Sa është edhe çik kjo. E shef vjerën që irritohet kur flas me ato të shtëpisë aty në syt vjerës. S'marrën në herë muhabetet. E rëndësishme, pavarësisht kësaj, s'ka të drejtë, nuk ka të drejtë, as me fe, as me tradit, as me zakon, ndërhy. Nëse vjera shet diçka që nuk shkon tek sjelljet e nuses, duhet flasë me djalin e vet. Për shembull, thotë bir, po nuk është normale që të gjithë ditën në telefon, e fëmia s'ka çfarë me hongër. Ka drejt. Amo i thot kujt? I thot djalit. Për shembull, thotë bir, tamam mirë flet gjithë ditën në telefon, po rrobat pa la, e fëmia pa la, për shembull. Okej, po ja thot çunit. E thot djalit. Dhe djali është ai i cili bën, si më thon, rregullimin e situatës. Kur im shoq ishte i vogël, shkoi tek një hoxh që bënte hajmali. Dhe ka kërkuar ndihmë që të jetoj ca kohë në shtëpinë që jetonte vjera ime, dhe vjera ime ka hapur derën këtij hoxhës. Po ky hoxha ka futur në sherr vjerën time, me kunatat. Nuset e vëllezërve të burrit, dhe burri nuk beson më në fjalët e hoxhallarëve. Zoti ja lehtësoft. Sprov kjo punë.
Zoti ja lehtësoft, halli më. Pra është dikush thot, ndodhe një sulm terrorist, Islami, unë s'pranoj më Islamin. Për shembull, për çfarë ka Islami? Pse ndodhe një sulm terrorist diku? Çfarë ka Islami? Çfarë kemi ne? Pas ka qelluj Hoxhi, pas ka fut vjerrën me kunatat në sherr. Tani ky vllai jon thotë, e kom pa thot me sytë e mi, i futin sherr. Po mirë, çfarë faj kemi ne të tjerët? Ku është faji i Islamit në këtë mes? Pse duhet paguaj unë taksën e këtij hoxhe, ndërkohë që unë s'bëj hajmali, s'bëj nuska? Për shembull, apo xhallarët e tjerë. Kështu që feja jon buron nga fjala e Zotit, nga fjala e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, nga kuptimi që i kanë dhënë shokët e pejgamberit alayhis salam Kur'anit apo Sunetit, nuk është burim feje çfarë bën një hoxh apo çfarë thot. Përkundrazi, fjala e çdo hoxhe duhet vënë peshore, vepra e çdo hoxhe duhet vënë peshore. Nëse përputhet me çfarë thot Zoti dhe dërguari i tij, themi mirë se erdhe. Nëse fjala e hoxhës apo vepra e tij është ronglla bordonglla, siç është rasti i këtij këtu, themi Zoti ta lehtësoft, larg budallëve. S'është faji jon. Desha me ju bën një pyetje, uruç suju, do më thënë agjërimi me ujë, 10 ditë nuk lejohet të hash asgjë, as të pish asgjë përveç ujit. Dhe më kanë thënë që kjo shkruhet në Kur'an. Jo, të kanë gënjur. Nuk shkruhet në Kur'an, s'ekziston. Po, është thënë nëpër libra. Flitet nëpër mjeksi, në këto librat e mjekësisë alternative, agjërimi me ujë. Për smundjet e pashërueshme, për smundjet e tjera, agjërim me ujë. Këtu thot 10 ditë, po 40 ditë këshillohet. Qartë ka të keq që trupi e pastron. Tregon Sheikh Albani një nga kasetat e tij, një nga ligjëratat e tij, se me kaseta e kemi pas dëgjuar, s'ka pas atëherë CD-a, s'ka pas website me kaseta. Tregon thotë pa ta lexuar thotë një nga librat, duke qenë se shehu lexonte 20 orë në ditë. Thotë në një nga librat e gjeta thotë se ky ishte një lloj agjërimi që i bonte mirë shnetit dhe e kam bërë unë thotë ai vet 36 ditë. Vetëm me ujë. Por nuk ekziston Kur'an, as nuk ekziston Sunet. Kështu që ky ose kjo e pasabo turqisht, uruç soju. Turqisht duhet jetë. Si thon uji turqisht? Su, Po pra suju, uruç. Pa agjërimi si thon turqisht? Nëse, el-muhim. A duhet ta jap zakatin? Kam një prej familjes kushtet i ka shumë të vështira dhe po ndërtoj në shtëpi dhe nuk kam mjaft para për të vazhduar shtëpinë. A bën me ia dhënë zakatin? Ky një prej familjes varet kush është. Nëse është babai jot, nuk i jep dot zakat, se babai ke për detyrë me ju përgjigj. Nëse është nëna jote, se e jep dot, sepse e ke për detyrë me ju përgjigj. Gjyshja e ke për detyrë me ju përgjigj. Nëse është djali, vajza, e ke për detyrë me ju përgjigj. Nipi, mbesa, e ke për detyrë me ju përgjigj. Të tjerët përveç degëve apo rrënjve lejohet. Vllait lejohet, motrës lejohet, nipave nga vllai apo nipave nga motra lejohet, nipave dhe mbesave, s'ka si problem. Qartë? Kështu që varet se ky i familjes kush është. Se ky i familjes mund të jetë djali jot. Thotë s'ka djali kushte. Po ndihmoje pra djalin. Se me zakat do ta ndihmosh djalin ti. Zakati është haku i fukarejve, nuk është haku i fëmisë. Fëmia ka hak tjetër. Kemi gjetur gjëra kështu të lidhura me nyje dhe kemi shkuar tek një hoxh i cili jeton në filan qytet dhe ka përmend emrin e qytetit. Po unë s'po e përmend se nuk du ta denigroj. Dhe ai hoxha i ka thënë merrni dhe hidhni në lan me që e keni lanën në Tiranë. Ky hoxha duhet arrestu. Duhet shpall në kërkim. Dhe ky është një nga argumentat se është i paditur në çështjet e rukjes dhe të leximit. Minimali i një hoxhe është që thot minimalja digji, minimalja.
Dhe më e mira do t'ishte që gjërat e dyshinta të hidhen në ujë të kënduar, dhe këtij ujë të kënduar i shtohet edhe diçka tjetër si uthulla, kripa etj, çat kesh mundësi me i shtu sipër, dhe zgjidhen nyjat ose priten aty brenda në ujë, pastaj lihen aty pak kohë, pastaj hidhen ose digjen më e mira, më e sakta. Ndërsa ky që ka thënë hidhini tek lana, me që e keni lanën në Tiranë, ky duhet shpall në kërkim. Duhet me fol me policinë e shtetit, edhe duhet arrestu. Dhe duhet patjetër të ndalohet nga rukjet. Prandaj ne themi o vëllezër, kujdes pash Zotin kur shkoni me u knu diku, edhe motrat. Ore pyesni, ky njeriu du të shkoj të knohem, është njoni në Honolulu, a është tamam ky o hoxha apo s'është tamam? Ja çfarë thot ky, hidhen lan do thot me rujt magjin që mos prishet përjetësisht. Fjala e këtyne ignorantëve që hidhe gjën e dyshimt në lan, do të thot me rujt magjin, e magjia mos vdesi, mos prishet kurrë. A nuk duhet arrestu ky? Nuk duhet shpall në kërkim ky? Prandaj pyesni, një, e para, e dyta, mjaft më me kriterin e njohjes së hoxhës së vërtet për rukje, merr pare, se na e plasët shpirtin me këtë lloj kriteri. I them një, po pse shkove, i them unë? Ai smerte pare, mashallah. Çat lejnë zemër. Pastaj dheti 50 euro. Po mi vllak, ti i ke dhënë 50 euro, thjesht pse nuk kërkoj të lek. Ndërsa ky tjetri e ka 15.000 lek, e ka 20.000 lek, dhe ka marru shkollë në Medinë, ka 10 vjet, 15 vjet eksperiencë. Nuk ta thot sa futesh ti ke këtë, nuk bën magjistrica. Njerëz çuditshëm valla, nuk ka. Jemi popull njësh jemi për Zotin. A lejohet që t'i falim namazet në gjuhën shqipe? Lejohet derisa të mësohen. Lejohet, s'ka si problem. Derisa të mësoj, nuk ka asnjë lloj problemi. Hoxha nderuar, ne nga anët tonë thonë që nuk lejohet të thuash ngordhi bleta, po vdiq. Po xhenazja i falet me që vdiq? Po çfarë lidhje ka kjo punë? Nga që është e bekume. Okej, bleta është e bekume, elhamdulillah, se ka përmend Zoti në Kur'an. Madje ka një sure në Kur'an me emrin e bletës. Po s'ka një muhabet kështu që thuhet, nuk thuhet ngordhi bleta. Po çfarë themi? Vdiq. Po çfarë themi për bletën? Ndërroi jetë, pas tradhmet shpirti. Ai Zoti i madh, elhamdulillah. Jetojmë jashtë dhe Vjera ka jetuar tek ne 2 muaj dhe i thoshte gocës vet, e i Zotin mos çfarë muhabetesh. E tjerë, ndërkohë që i thoshte i ka vjedh 500 euro, sikur e kam vjedhur. Dhe unë i thash, ajo e pranoi dhe burri do ta marri prap 2 muaj të tjera. Po le ta marri me motra ime çfarë halli ke. Po le ta marri. Po le ta marri, hajër inshallah, Zoti e lehtësoft. Tani nuset tani do të jenë tolerante pak. Do të jenë tolerante, hajër inshallah. Përderisa ajo ka pranuar herën e parë gabimin, inshallah nuk do të përsëritet më. Inshallah nuk do të përsëritet më. A bën me bër kurban një dele që ka qumësht? Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk duhet të jetë shterp delja. Nuk duhet të jetë shterp, s'shkruan askund që delja që theret, nëse është dele gjithmonë, duhet të jetë shterp. Mund të jetë me qumësht, pa qumësht. S'ka lidhje, nuk ka lidhje fetarisht. E rëndësishme është plotësoj kriterin e moshës, mos të ketë mangësi dhe tmeta, edhe është okay, nuk ka lidhje. Qumështi në këtë mes. A lejohen deshte tredhur? Po, lejohen, sepse tredhja, gastrim, i thonë gjuhën më mjekësore, lejohen, pse? Sepse gastrimi jep më vlera ushqimit.
se dashi ose cjapi nuk i ka harxhuar energjitë, i ka rujt. Dhe kjo përmirëson cilësinë e ushqimit. Kështu që është okay, pra nuk konsiderohet mangësi. A është i vërtet ky hadith, puthini fëmijët tuaj shpesh sepse çdo shfaqje dashurie do të rrisë statusin tuaj në parajs? Jo, nuk ka kështu hadithi. Ka hadith që puthen fëmijët, ka hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam i puthte fëmijët, ka hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam i jepte selam fëmijëve, ka hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam i fërkonte kokat fëmijëve, ka hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kërkonte llogari fëmijëve siç kërkonte të mëdhejve, ka hadith që s'ka prek me dorë fëmijë, pra me kuptim nuk i ka gjujt asnjëherë fëmijëve, të gjitha këto janë të sakta. Po që të ketë thënë puthini se sa më shumë ti puthësh, aq më shumë gjitesh në xhenet, kjo nuk ekziston. Në vendet ku ne jetojmë, njerëzit përpara se të shkojnë në haxh, mblidhen në xhami dhe bëjnë duan e haxhit. Era parë në jetën time që e dëgjoj këtë duaja e haxhit, era parë. Nuk ekziston në fen tonë. Po njerëzit dhe bëjmë, kemi traditë, koha gjatë që e bëjmë, Zoti ju lehtësoft, unë nuk marr përsipër të zgjidh problemet tuaja. Pra me kuptimin se çfarë boni ju prej vitesh apo prej dekadash. Dua haxhi nuk ekziston. Të mlidhen haxhit në xhami. Në haxhit e kësaj xhamie, kush do shkoj për kësaj xhamie në haxh? XY Z etj, mlidhen 10 veta, imami i jep këshillat e duhura, porositë e duhura, mos na harroni për duave, ndahen, përqafohen, puthen, edhe i jepet selam, s'ka se lloj problemi fetarisht. Ama që thosh duaja e haxhit, amin, se ekziston. Ne në Zvicër përpara se të bëjmë kurban, falim 2 rekat namaz me niyet për therrjen e kurbanit. Nuk ekziston kjo gjë në fen ton. Nuk ka në fen ton 2 rekat niyet për të therrë kurbanin. Pa i kasabi që do theri 1000 dele për shembull, i bjerë me fal 1000 herë nga 2 rekat, 2000 rekat, i bjerë me i fillu kurbanet mas javë. Se ekziston, nuk ekziston. Jam një motër besimtare që dua të bëj kurban, mirë po paratë e mia nuk mjaftojnë dhe më kanë thënë 2 motra të tjera që t'i bashkojmë bashkë lekët dhe të bëjmë një kurban. Jo, nuk obligoheni. As ti, as ato të tjerat. Përderisa njeriu nuk ka mundësi të bëj kurban, nuk ka nevojë me u bashku, me bëj kurban të gjithë bashkarisht. Pse? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë 2 kurbane. Kurbanin e parë tha, ky kurban është për mua dhe për familjen time. Dhe kur e theri kurbanin e dytë tha, ky kurban është për çdo kënd nga ummeti im që do të bëj kurban po s'ka mundësi. Kështu që ai që s'ka mundësi me bë kurban është i toleruar, është i falur. Është një pyetje pak e si e gjatë. Jetoj në Gjermani, punoj prej afërsisht 20 vitesh dhe gjitha parat e mia i kam kursyer dhe me këto para jam fejuar dhe martuar me një djalë i cili jetonte në Shqipëri, mirë po s'kishte asnjë lek dhe e kam marrë dhe gjithçka është në shpenzimet e mia. Që është nga dita që ka ardhur në Gjermani deri më sot ai nuk ka mundësi të punojë, nuk e di se ku është problemi, por nuk e ka mundësi të punojë dhe jeton me të ardhurat e mia dhe me kursimet e mia dhe çdo gjë është okay. Derisa unë mbeta shtatzën me të dhe Zoti na dha një djalë dhe shteti na jep 2 ndihma, një të fëmijës 290 euro dhe një ndihmë sociale për, domethënë për këtë 250 euro. Pra 400 sa i bjerë? 520 euro. Ka lezet me i fëmi 520 euro. Me 10, 5400. Hajtë, selam aleikum. E rëndësishme, tani burri thotë, jo, thotë, këto lek duhet i marru. Në kupton të që mua bete.
Ta s'ka kush e arreston, s'ka. E ka morë gruaja. Në shtëpia gruaja, çdo gjë. Ky tani kujtohet. Lekët e fëmijës do t'i maj unë, se unë jam burri. Po mirë, deri sot që po të ma gruaja, e po ha me parët e gruas, me rrogën e gruas. Ku është burrnia jote? Vazhdo motër siç je, tu i ketë drejt. Vetëm i jipi drejt, tu i ketë drejt dhe vazhdo ti siç je se je në rregull. Kam fëmijën 2 muajsh dhe më thonë që s'bën të lahet të dielën sepse bëhet dembel. Zot, o zot, o zot. O zot në ep sabër. Ej zot i madh. E kishe ngju ndonjëherë këtë për shembull? Që s'bën mulat martën e kishe ngju. S'bën mulat të njëjtën ku dëgjon. Po dielën nga që është pushim. Edhe po të lahet ditën e diel bëhet dembel. Allahu musta'an. Jo, kjo s'ka lidhje me fenë e Zotit, është ti besyt një, se s'du të ma të shprehjen. Se na e këpusin pastaj. Po, larg, si do qoftë puna, sepse janë shtuar shumë. Subhanallah. Po pyes sot për një motër e cila falet rregullisht, mirë po ka problem se burri nuk i jep asgjë për harxhimet e saj ditore as të fëmijëve. A i lejohet kësaj motërës që të shesi bijut e saj të floririt, sepse ka nevojë edhe për ilaçe dhe ai nuk i jep lek. Këta nuk janë njerëz, nëse kjo gjë është e vërtetë, këta nuk janë njerëz. Kësaj motërës i lejohet, Zoti është përbleft, kjo motër është në xhihad. Me këtë lloj gjallëse, me këtë lloj krijese, kjo është sikur me qenë në luftë shenjtë. Kjo motra është sikur me qenë në xhihad. Sepse ky njeri vetëm insan, njeri nuk quhet. Kështu që Zoti është përbleft saj motrë, si çfarë devotshmërie, çfarë gruaje. Nuk thot a lejohet me unë në gjyq, me marr hakun tim, se i takon faktikisht, po thot a lejohet me shit bijutet mia të arit, që të jetoj normalisht. Lejohet motër, madje fetarisht, ty të lejohet marrësh parë për ati pa e pyet. Ka ardhur Hindi tek pejgamberi alayhis salatu selam dhe i ka thënë, ja Rasulullah, inna Aba Sufjan rajulun shahih. O pejgamberi i Zotit, Abu Sufjani është do shtërnguar, selçon kollaj. A më lejohet mua që të marr çfarë më nevojitet për vete dhe për fëmijët e mi? I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu, edhe pa lejen e tij. Pra i lejohet femrës në raste të tilla kur kemi të bëjmë me gjallësa të tilla njerëz dhe me krijesa të tilla, lejohet femrës që të marrë prej parave të tij pa dijenin e tij. Nëna ime do të niset për në haxh me datë 2 qershor, pra jemi në vitin 2024, se kjo pyetje mund të ngjohet edhe mas 20 vjeç. Thotë çfarë thotë ky vëlla, haxh me 2 qershor. Ndërkohë që mas 10 vjeç i bjerë me qenë haxhi. Kështu që bëhet fjalë për vitin 2024. Nëna ime më pyeti, a duhet të shkoj tek vëllezrit t'ju marrë atyre hallallikun? Sepse ajo gjithmonë aty ju merr hallallikun pavarësisht se ata e idhnojnë edhe e injorojnë. Jo, në këtë rast nuk ka pse t'ju marrë hallallik. Janë ata që duhet i marrin hallallikun nënës. E rëndësishme, nëse shkon për t'u pajtuar me ta, për t'u rregulluar etj, Zoti është përbleft, por jo, nuk është e obliguar. Nuk është e obliguar. E kam falur namazin e drekës 1 orë më vonë pa arsye. Pra mbasi kishte hyrë koha, e kam shtyr 1 orë më vonë. Pa arsye. A ka problem? S'ka asnjë problem, fetarisht. Për këtë arsye themi ne koha e drekës. Çdo thot fjala koha e drekës, fillon në fillim dhe mbaron në fund. Pra koha e drekës sa zgjat 3 orë, 4 orë, 2 orë, 2 orë, sa të jetë vakt, stin. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht nëse njeriu e vonon
namazin nga koha e tij fillestare. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht që njeriu ta vonojë namazin e tij nga koha e tij fillestare. Pra nga koha e namazit fillestar. Të lutem ma kthe përgjigjen sa më shpejt, a bën me bë fejes tani apo duhet me prit patjetër hënën? Martohu, e fejohu, e mshoj fort, se s'ka lidhje ky muhabet me hon as me diell. S'ka lidhje fare, ti si të shkon haxh, as nuk i do agjëruar Ramazan që do të me pa honën. Kështu që mshoj, bismillah. A bën me këndu ilahi me piano? As me piano, as me organo. Lejohet. Që një ilahi tjetë lejuar do të plotësoj 3 kritere. Teksti do të jetë korrekt, pra s'do të ketë problematika fetare. Kënduesi duhet të jetë burr. Kushti i tretë nuk duhet të jetë e shoqëruar me vegla muzikore. Kështu që nuk bën. Ky që ka bërë pyetje për pianon, nuk lejohet ilahia me piano, as me organo, as me shimone, dhe as me violin, dhe as me çifteli, dhe as me shefteli. Shpresoj të jeni mirë, elhamdulillah, mirë. Desha me dvet, pra desha të pyes. A ka fol çdo pejgamber drejt për drejt me Allahun? Jo. Jo çdo pejgamber ka fol drejt për drejt me Allahun. Musa a.s. fliste drejt për drejt me Allahun. Ndërsa pejgamberët e tjerë në përgjithësi kanë fol me Allahun nëpërmjet Xhibrilit a.s. Pejgamberi Muhamedi s.a.s. ka fol me Allahun një herë drejt për drejt, pa Xhibrilin a.s. Ndërsa në përgjithësi ka ndodhur nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Xhibrilit ose inspirim në shpirt, siç është hadithi i kujt? Hadithi i Rizkut. In Ruh al-Qudus el-Kafirome. Ja dhe këtu është nëpërmjet Xhibrilit. Kështu që thot, a lejohet mbjellja e mjekrës me plotësu boshllëqet që tjetë e plot? Jo, s'lejohet. Lejës që ka kriju Allahu. Lamna, pse duhet me e mjell? S'ka nevojë me e mjell. Flokët lejohet. Flokët lejohet, si për meshkujt e për femrat nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ndërsa mjekra jo, e le siç e ka kriju Allahu. Kënaqu me krijimin e Allahut. Nuk bën me ndryshu krijimin e Allahut. Zakonisht këto që bëjnë pyetje për mjekin janë në fillim ose janë me emocion, kanë qejf që kanë mjekër të mëdha. Sa të vikohet që do të kërkoj punë, do të ketë probleme. Të kërkoj fetva hoxha, a ka ne fetva që bën me arrujt, se s'po gjej punë për shembull. Kështu që rehat se e mirë. Normalisht që nuk lejohet me arrujt, po them. A duhet që për të mbuluar unë si femër të takohem patjetër me hoxhën? Jo. Jo, s'ka nevojë. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Femra nëse do më mbulu, e para duhet bindet që mbulesa është momenti i duhur i saj, dhe bismillah vën mbulesën. Dhe nuk ka pse të takoj askënd. Mund të pyesi motrat besimtare, për shembull si vendoset, cilat janë rregullat e tjerë. Mund të bëj pyetje çfarë kriterësh duhet plotësoj një hijab, pra një mbulesë që të quhet tamam islam. Po, mund të bëj pyetje, por që më takuosh për çfarë takoj hoxhën? Çfarë do i thotë hoxha? Asgjë s'ka çfarë të thotë. Kështu që s'ka nevojë me taku hoxhën dhe nuk ka dua për hijabin. Pra nuk duhet që femra muslimane para se vendos hijabin, bën një dua ku dëgjon, pastaj vendos hijab. S'ekziston. Pra, s'ka nevojë. Bismillah, edhe mbështeti u Zotit. Ka vdekur nëna para 5 ditësh dhe halla para 2 javësh. Pra më mirë do të ishte ka vdek halla para 2 javësh, ndërsa nëna para 5 ditësh.
Dhe njerëzit po na thonë që mos të marrë 1/3 me vete, duhet thërur një pul, t'i pritet koka dhe ta varrosni, ta fusni kokën tek xhenazja e dytë. Para se të varrosni nën. Madje këtë e ka thënë një hoxh. Ky hoxha duhet arrestu. Duhet shpall në kërkim dhe duhet arrestu. Ky që thotë duhet me fut kokë gjeli apo kokë pule që mos të marrë 1/3, ky vetëm me hoxhlikun Fation s'ka lidhje. Me fenë e Zotit ky s'ka lidhje. Ky duhet shpall në listën e zezë, wanted, edhe ky duhet arrestu në momentin më të parë. Se ta thonë xhahilat, populli, hajda, jemi mësu. Po ta thot një hoxh vallai e rëndësht. Pastaj shiçë mentaliteti që mos të marrë 1/3, pra këta të vdekmit tërheqin 1/3. Po Zoti, kush e jep vdekjen? Kush e jep jetën? Me që janë varros, kanë vdek 2 veta në fis, shumë afër njëri tjetrit, që mos të marrë 1/3 duhet me therë, kush si e merr kanë këto të tretin? Si e merr kanë? Si e merr kanë tretin ta? Kupton ti çfarë paganizmi, çfarë idhujtarie, çfarë besitnie, çfarë xhahilijeti? E thot i padituri, e thot xhahili, hajt, s'ka problem. Ta thot një që i thot vetes hoxh. S'ka kusht të arrestojnë. Jetojmë në Gjermani problemi namazëve, njëti muhabet, kemi trajtu. A lejohet trajtimi i flokëve me keratin? Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Sepse kanë dalë disa që japin fetva që nuk lejohet, absolutisht, nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk ka asnjë lloj problemi dhe është çdo gjë okay, pra nuk ka lidhje as me guslin, nuk ka lidhje as me abdesin. Dhe normalisht, le të themi, komisionet e fetvave apo janë të mbushura që lejohet dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Kam dëshirë të bëj një kurban, inshallah. Këtu ku jetoj unë në Gjermani, unë interesova dhe më thanë që me 16 e kam plotësuar numrin e kurbaneve, por mund ta bëjnë kurbanin me datë 17. Pra gjithmonë bëhet fjalë për vitin 2024. 16 qershor 2024 dhe 17. Kurban Bajrami bëhet në rastin tonë të këtij viti 16, 17, 18, 19. Ditën e Kurban Bajramit edhe ditët që shoqërojnë Kurban Bajramin. S'ka asnjë lloj problemi, pra nuk është kusht patjetër ditën e parë. Mund bëhen ditën e dytë, mund bëhen ditën e tretë, mund bëhen ditën e katërt. Nuk ka asnjë problem. Deri kur? Deri në akşam të ditës katërt. Deri në akşam të ditës së katërt. Njëta pyetje si ato të para, thot xhamati maroken, këtu thot ku jetojmë, ka thënë që do t'i bashkojmë namazet deri në fund gushtit kur ndryshon pak orari, s'ka asnjë problemi. Pra nëse imami i xhamis, komisioni i xhamis, këshilli i xhamis, qendra islamike merr vendim të tillë, lejohet përderisa ka vështirësi për njerëz. Lejohet. Nuk ka asnjë problemi fetarisht. Kështu që jeni në rregull. E njëjta gjë, jetojnë në Gjermani këtu, a shkojmë falet kaq, jacia falet kaq, në xhami i bashkojnë tot namazet. A na lejohet, nuk ka problem. E rëndësishme është ta bëj dikush në qytetin ku ju jetoni, po e bëri dikush, bëjeni dhe ju. Mos e vrisni mendjen. Kam lexuar në Kur'an kur thuhet për të fshehtat të cilat njeriu nuk do t'i zbulojë në jetën e kësaj dynjaje. Për shembull, gjinia e fëmijës në barkun e nënës. Mirë po sot zbulohet kjo gjë shumë kollaj. Ndërkohë që Kurani thotë të janë të fshehta që i di vetëm Zoti dhe robi nuk e zbulon kurrë. Ku ekziston kjo në Kur'an? Po pse më vëlla truni i shqiptarit vetëm ke gjinia? Gjitha jeti përkthehet gjinia. Thot Zoti në Kur'an: "Wa ya'lamu ma fil arham." Allahu e di se çfarë kanë mitra, nuk tha gjinin.
Çfarë kanë mitra, nën kupton krijimin, kockat, mishin, lëkurën, formën e krijimit, ka smundje, s'ka smundje. Çdo gjë që ka të bëjë me foshnjën, bargun e nonës, kush e din? Perfeksion, Allahu. Truni jon është vetëm gjinia. Vetëm aty. Nuk është e shkruajtur në Kur'an gjinin e fëmijës e di vetëm Allahu, s'është e shkruajtur. Wa ya'lamu ma fil arham. Allahu e din se çfarë fshehin mitrat me të gjitha kuptimet e fjalës. Jo, aty ke gjinia i ka ngel shqiptarit muhabet aty, ke gjinia, çun gocë. Ta lexoj këtë pyetjen, po s'ka për të qesh njëri. Dakor? Qeshni përpara, si na stardin që rrifte çunin para se me katruve me mush ujë. Pse ndjej boshllëk në zemër çdo natë në orën 12:00? Sepse je pa gjumë. Duhet ishe në gjumë që mos ndjesh boshllëk. Flej para 12, s'ke boshllëk. Si trish zgjut, ndjen boshllëk. Çdo natë, thot, në 12 kam i boshllëk në zemër. Fal Yacin, siç e falim ne, edhe rrasja e gjumit. S'ke për një boshllëk në 12. Ose fal namaz natë, a fation. Dhe thot fation e pastaj pse lexo kështu pyetjesh. Ka hall Allah, to si ta bëj? Çfarë do i thosh ti për shembull? Ço fal namaz natë. Në 12 natë për natë ke boshllëk, në 12 pa 5, shko, merr abdes, bëj dush më të ftohtë, akull. Edhe Allahu Ekber, në 12 pa 2 minuta. Allahu Ekber. As boshllëk as i gjë. Pra 2 zgjidhje ka, o flej para 12-s, që të gjej 12-a në gjumë, o dush më të ftohtë, edhe Allahu Ekber, 12 pa 2 minuta, edhe filla fal El Bekaren në rekatin e parë, Ali Imran në rekatin e dytë, pasha Allahu nuk e përndje më boshllëk derisa të vdesësh. Thot, jetoj në Gjermani, jam shofer kamioni. Në shpedicion, transport mallrave. Transportojmë çdo gjë, gjithashtu edhe alkool dhe mish derri, është e lejuar? Është shpedicion transport. Çfarë do thotë shpedicion? Shpedicion. Kompani. E kuptova. Tani, në rastet e tilla, shifet gjendja e personit. Nëse ky një e ka lakun në fyt dhe ka probleme dhe s'ka zgjidhje tjetër, i themi, e ke për obligim të gjesh punë tjetër, dhe në momentin që gjen punë tjetër, obligohesh ta lësh këtë punë. Nëse nuk e ka lakun në fyt dhe nuk ka problematika, obligohesh ta lësh këtë punë, sepse transporti i alkoolit dhe i mishit derrit nuk lejohet. Edhe pse ka edhe mallra të tjera. Për momentin që futet alkooli në kamion apo mishi i derrit, atëherë nuk lejohet fetarisht. Po? Ka pyetje? Po. Allahu xhallahu ka thënë në Kur'an, pra thot vllai, pra ata që s'e kanë dëgjuar pyetjen. Thot pse njerëzit kanë shumë të lehtë me lënë ca gjona. Përse ca të tjera kanë shumë, ndërsa ca gjëra të tjera, ndalesa të tjera e kanë shumë vështirë me i lënë dhe i bëjnë dhe ju duken normale. Për shembull, musliman rrallë që djesh i pin alkool, që bën immoralitet, që han mishdere të tjera. Mirë, po mund ta gjesh kollaj që bën tash teme, përgojon, ku dëgjon e tjera. Si ka mundësi që e kanë të lehtë parën dhe nuk e kanë të lehtë dytën. Themi Allahu xhallahu ka thënë Kur'an, inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armik. Pra shejtani ka planin e vet në humbjen e njeriu, ose në hutinë e njeriu, ose në deviacionin e njeriu.
Si fillim, shef, a mund të fusi dyshime në Zotë dhe në ekzistencën e Zotit, mund të hedhë diku në shirk, mund të hedhë diku, s'gjen hapësira. Atë çfarë bën? Munohet që njeriu ta hudhin në mëkatet e mëdha. Zgjen hapësira, nuk dorëzohet, munohet ta hudhin në mëkatet të vogla. Munohet ti prishi orientimin. Për shembull, muslimani ka shumë tron alkoolin, po pse përgojon nuk i duket ndonjë gjë e madhe. I duket normale, me përgoju s'ka ndonjë gjë. Pra shejtani çka ka bë? Në këtë rast e ka mashtruar njeriu duke i thonë jetësore, ose ato formulat e bukura, ja them edhe në sy, ja kom thonë edhe në sy, po t'ishte këtu ja thojsha, gjitha këta në mashtrimet e shejtanit. Pra kjo tregon dobësinë e njeriu. Dhe nëse ka diçka në këtë mes është gaflet, huti. Pra është si puna e dikujt që pret që armiku t'i dali përpara me armë. Ose për shembull di që armiku zakonisht lëviz në këtë drejtim. Edhe rri mas syt vetëm aty. Ndërkohë që ai mund të futet këtej, mund të futet këtej, a kupton? Dhe kjo është gaflet. Gaflet, kjo ka emrin huti. Sa më afër të jetë njeriu me Zotin, sa më shumë ta ndjej Allahun xhallahu, aq më shumë është i vëmendshëm. Po është ignoranca, është egoja, është pasioni, të gjitha këto mbulen. Është si puna Ibnul Qayyimi, Zoti i mëshiroft, ka dhënë një shembull shumë bukur. Thot, shembulli i njeriu është si shembulli i një fortifikate, dhe në çdo anë ka roje. Dhe këta shohin është një fush komplet jashtë. Dhe këtu thot ka drita. Dhe këto rojet shohin çdo lëvizje të kujt, të armikut. Armiku në këtë rast kush është? Djalli, shejtani i mallkuar. Në momentin që roja në një moment do ta zej gjumi, çfarë ndodh armiku? Futet. Në momentin që fiket drita diku, armiku futet. Në momentin që ka mjegull, shoqënia keqe, armiku futet. Pra fikja e dritave kush është? Ignoranca. Mjegulla rreth e përqark kësaj kështjellës është shoqëria e keqe, ose egoja, pasioni e këto. Gjumi që e ke parasysh është si më thon gjumi i ushtarit që lodhet është njeriu kur ngutet në gjëra. I merr gjërat shpejt e shpejt dhe lodhet, ndërkohë që duhet i marrë gjërat me qetësi edhe duhet të jetë i vëmendshëm. Pra duhet ta ketë muraqaben, duhet ta ketë aktive vazhdimisht. Pra ndodh kjo për shkak të ignorancës, për shkak të padijes. Një. E dyta ndodh edhe për shkak të asaj që ne s'kuptojmë akoma rëndësinë që ka shenjtëria e dinjitetit të besimtarit. Dinjiteti i besimtarit është i shenjtë. A nuk tha pejgamberi sa në haxhin ndam të mirës? Gjaku juaj, pasuria juaj, dinjiteti juaj është më i shenjtë se shenjtëria e kësaj dite, se shenjtëria e këtij muaji dhe shenjtëria e këtij vendi. Ka njerëz që këtë gjë e mendojnë si të funit, e mendojnë sikur s'ka gjë, e mendojnë sikur është gjëja e fundit që duhet diskutohet, ndërkohë që është e rëndësishme. Pse? Sepse prekja e tjetrit në dinjitetin e tij çon ftofje, çon përçarje. Dhe shejtani në momentin që ka ftohje mes besimtarëve, në momentin që ka përçarje mes besimtarëve, ka arrit një nga misionet e tij. Sipas hadithit që thot shejtani, djalli, i ka humbur shpresat që ta adhurohet, por është kënaqur me përçarjen në mesin tuaj. Pra përçarja është, si më thonë, një arritje e iblisit kur nuk mund ta shohë njeriu në mohim të Zotit. Po si arrihet përçarja? Një nga rrugët më të shëndetshme për të përçarë kush është? Përgojimi, tash e themja, e folme mas shpine. Më thonë, ne duhet të kuptojmë që në këtë pjesë shejtani është shumë aktiv, sepse ftofen zemrat, ftofen njerëzit me njëri tjetrin dhe ai ka arrit kulmin.
nuk e çoj muslimanin në mohim, po e çoj muslimanin në përçarje. Pra, shkurt, të më thonë për të thonë përgjigje shkurt, është pakujdesi, është huti dhe ignorancë. Sepse njëri që ka pak mend e kupton që kjo është